Përzdjeni vaj ulliri me krip dhe thoni lam të mirë reumatizmës. Dhimbjet reumatike janë shumë të forta dhe thuajse nuk qetësohen dot pa medikamente. Ilaçi që ne do t'ju paraqesim në këtë postim është shumë efikas në qetësimin e dhimbjeve reumatike. Vaj me specë djegës është një mënyrë efikase në lehtësimin e dhimbjeve sepse nxit qarkullimin e gjakut. Gjithçka që juve ju duhen janë 10 speca të freskët djegës dhe 2 gota vaj ulliri. Lajni speca dhe pritini në copa të vogla. Futeni në një kavanos qelçi dhe hidhni 2 gotat e vajt sipër. Lëreni vajin e specave gjithashtu të qëndrojnë në një vend të errët dhe të thatë për 7 ditë. Pas këtyre ditëve kullojeni vajin me anë të një nape. Masazhoni zonat që ju dhëmbin me këtë vaj. Këtë procedurë mund ta përdorni 2 herë në ditë derisa dhimbja t'ju ketë kaluar plotësisht.